Skandali hedhjes së inerteve në lumin e Tiranës dhe rrugën e Arbrit ka kaluar tashmë në kompetencë të policisë së shtetit. Pas ndërhyrjes së IKMT-s në terren ka zbarkuar edhe policia kriminale, e cila ka konstatuar krimin mjedisor nëpër masat tronditëse. Gjatë inspektimit të kryer këtë të njëjtë, efektivët e policisë kanë mbajtur proces verbale të përkatëse dhe kanë dokumentuar gjendjen në të cilën ndodhet periferia e kryeqytetit. Burime për CNA bëjnë me dije se do të regjistrohet menjëherë një çështje penale për këtë masakër mjedisore, ndërsa materialet do t'i kalojnë prokurorisë së Tiranës për kallëzim penal. Ky aksion i forcave të rendit vjen si pasojë drejt për drejt e denoncimit mediatik të CNA-s, e cila përmes pamjeve filmike ekspozoi se si subjektet private po shkatrojnë mjedisin, duke hedhur dhera e mbetje pranë lumit të Lanës, buz rrugës së Arbrit. Hetimi nisur nga policia kriminale synon identifikimin e administratorëve të firmave të ndërtimit dhe individëve që kanë përdorur hapësirat publike si vend depozitime të palishme. CNA do të vijojë të publikojë raste të tjera të ngjashme në kryeqytet dhe në zonat përreth, se si inertet po hidhen vend e pa vend, në Porrenj, në Lumenj, në Toka, në rrugë të tjerë, duke shkatruar mjedisin. Synimi ynë është vënia përpara përgjegjësisë e çdo institucioni që ka lejuar këtë shkatërim të ekosistemit.